Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë vetëm për të ndihmë të falë kërkojmë. Elusi Allahun xhalla xhelalu që takimet tona të bëhen të dobishme, të frytshme dhe shpërlyera ditën e gjykimit. Kemi hyrë në kapitullin, mund të themi, më të rëndësishëm të librit dhe njëkohësisht edhe tema që përbëjnë rrezikshmëri të lartë për çdo besimtar. Andaj edhe autori ka quajtur kapitullin apo çereku i librës Muhlikat, ato që e shkatërrojnë njeriu. Dhe është shumë e rëndësishme të ndruazër me kuptu prej ka e ka filluar i trajtimi i temës së shkatërimit. Domethënë, realisht kur njeri prishet, prej ku prishet? Edhe kur njeri do më undreq, prej ku do të më undreq? Nga se njeriu për shembull në aspekt të shkatërimit apo në aspekt të dëmtimit rrezikohet shëndeti i tij, rrezikohet për shembull pasuria e tij e shumë tjera. Mirë po autori domthon kur flet për çështën e shkatërimit, e dëmtimit, e rrezikut, ka filluar të flet për çështjet e zemrës. Nëse prishja e njeriu fillon nga zemra, ndërhyrja fillon nga zemra. Krejt tjetër janë manifestime. Njeriu kur prishet për shembull në gjuhën e tij, prishet për shembull në sytë e tij, prishet për shembull në gjymtyrën e tij, ajo është manifestim i një prishje të kahmotshme që ka filluar më herët, por ai s'ka marrë masa për me e rregulluar. Por që gjithçka fillon nga zemra. Edhe rregullimi, edhe Allah na ruaj rënimi, shkatërimi dhe prishja. Dhe autori tash ka trajtuar këtë çështje nga disa aspekte dhe normalisht trajtimi i duhur i përmirësimit fillon përmes njohjes së vetes. Ka folë atje domthon për smundje të zemrës, ka folë për disa shenja, simptome që tregojnë funksionimin e shëndetshëm të zemrës, por edhe shenja që tregojnë domthon funksionimin e dobët të zemrës. Dhe tash ka ardhur tek një pikë kyçe e rëndësishme që prej këtu fillon trajtimi i duhur. Trajtimi i duhur i përmirësimit fillon prej këtu. Deri më tani ka folë për domethën manifestimin e smundjes, problemet, shenja që tregojnë se nuk po shkon udhës së mirë. Dhe tash ka ardhur një pikë që tregon e tash çka më ndërmarr po, e çka më bë. Pedim që ka shkatërruese, që ka problem, pe këtu fillon prishja, këtu janë simptomet e prishjes e kështu me radhë, ku më fillu. Andaj thot kapitulli i radhës është si me e njoft njeri veten në kuptim të zbulimit të tmetave. Qysh me e diagnostifiku herët veten para se me metastazu problemin. Ka pa për shembull nëse herët e kupton problemin, ma let e eliminon, ma let e largon, kur është në fazën e parë ose në fazën e dytë. Nëse nuk e din që ka problem, nuk mirët me këtë çështje, ajo shkon duke ushtu, derisa vjen në një nivel që nuk ka mundësi më kthim rrapa. Është e pamoshme më kthim rrapa. Po flas të kuptim të sebepeve dhe mësimeve që i dim. Allahu më dashur uzon njerën në fund të jetës tij, më thot la ilaha illallah rasulullah dhe këto derisa në keqen, po mërej për të panevojshme. Mirë po flas për gjendje të zakonshme normale, çysh duhet njeri me e njoh vetën e tij. Para se të kalojmë tek udhëzimet e autorit të ndrozur, njeri më u marr me smundjet e zemrës, më marr me problemet e nefsit ti, është temë bashkët e Kuranit, është temë e epicendrës. Mi për njëtë i përditshme nuk e shojmë kështu apë, me që në kohën tonë. Nësot njerëzit shprejnë fare pak interesim me një vetën e tij, me një smundje, me një problemin. Ka disa tjerë të cilët, për shembull, e bën një hap matutje, i din disa tmeta që i ka, i din sërsimi që i ka, po nuk ka guxim me u ballafaqu me këtë, andaj e ignoron. Nuk ka guxim me pagu kostën e përmirësimit. Dhe këtë të ndrozur mendoj që duhet me potencu shpesh. Sigurisht jo kam thonë disa takime më herët më ti, shprehen imani funksional, duhet me përdor shpesh. Se kemi ardhur në nivel që tash duhet me pas iman funksional.
Pra përpara imani me ndërtu, me pas, me shtu, këto kanë qenë tema. Tash duhet me pas nivel tjetër të trajtimit të imanit që është funksionimi i imanit. Apo funksionon në raport me Allahun, në raport me njerëzit, me veten, me situatët e kështu me radhë. Mendoj që një nga termet që duhet mi përdorur ta shpesh, sikur se imani funksional, edhe terme i kujtohet, i kemi formuluar dhe kemi hudh në publik për më marrë me topën. Mendoj që një nga, domethënë, terme që duhet me i formulu mirë, me i kuptu drejt, edhe me i përdor shpesh në konsumin e përditshëm me zveti, me familjar, me tjerë, është, domethënë, çmimi i udhëzimit apo. Një të më konë i gatshëm me pagu kostën apo. Për shembull të ndërlozër, nëse e merr rastin atij që i ka vrarë 100 vet, atë so largu kona e përmirësimit apo. Atë so largu kona e këtij mësimi apo. Mirë po, so shpejt u afrua. Pse u afru, shkak se fundi ka ardhur xheneti apo me lajket e mëshirës e kanë marrë dhe kjo me kuptues se Allah e ka falë mëkatet. Çka e ka përshpejtu procesin e kthimit, edhe të përmirësimit, edhe të pranimit, gatishmëria me pagu çmimin apo. Në të se ka që çmimi, shok këtë vend apo. Nuk ka veç largon nga ky vend të ndozë. Po në njëri që mësu me kon vend vet, trim, azgan, njëri më çon rrugën apo, më shkon me kurs gjë kur kosh, po kia ne sta çon rrugën mo, kjo është kosto e madhe. Apo nuk ka let me shku me një vend ku nuk respektohesh, ku s'lluaj njëft, nuk ka shoj rrugën. Për shembull, kimë prit në raste të tjerë për shembull, nuk ka let kjo punë bova. Ky ka qenë i gatshëm apo. Pastaj për shembull ki rast e Kabi Malikut. 50 ditë ai nuk ka ditë sa ka më zgat. 5 orë vallahi me qenë presionin që ka qenë Kabi është kogja kosto e madhe. Atë çka do të thonë, më i dhon selam pejgamberit pas për ta kthyer. Alayhi sallam. Atë çka do të thonë me u penalizu publikisht dhe me pastaj mundësi me dal edhe mos me dal. E ka thim, e dini mbreti i fisit Gatafan, i kon hajde me të neru masi që nuk po të neran shokët, edhe s'ka thonë veç me të neru. Kur thim mbreti me të neru, dje që shqipjen nerimi. Po ka thonë edhe gjysmën e pasnurisë të Allahut. Do të vëzër, çaq e kam pas me rëndësi Kurejsht e Mekës dhe fisë arabe, që mi a shkput një sahabe pejgamberës o mi ka du që a pshet tonë s'po të ngojnë që kam pagu gjithçka për këtë punë, po s'ka mujtë marritë punë. Nga se pejgamberi i ka eduku sahabët me pagu çmimin e pasimit apo, edhe kam pagu, me kaq që ka pas. Që kjo ka qenë e veçantë aty apo. Andaj edhe këtu te nefsit të ndërlozën. Njëri din gabimet. Belil insanu ala nafsihi basira. Njëri din ku i ka çmimet, i din ku metat. Po jo gjithmonë është i gatshëm me pagu çmimin e rrugtimit drejt përmirësimit. Çmimin e andaj paqen i gatshëm për këtë çmim, nuk mund me qenë çmim pastaj xheneti për pjekjen apo. Disa njerëz për shembull janë të gatshëm me pagu çmimin, por nuk e din rrugën. Nuk konsultojnë me burimet e duhura. Pa i ka njerëz edhe historikisht që kanë tentuar me përmirësu nefsin e tyre, me një veten, por me praktika komplet të devijume, me praktika domthonjë që janë në shpërputhje me fjalët e Allahut te barekutaala. Dhe autori më vonë do të përdor në kapitull domthonjë tek çështja e trajnimit edhe trajtimit. Qysh duhet njëri me e trajnu nefsin për me i përballu problemet e rrugtimit drejt përmirësimit. Këtu autori fillimisht flet për vlerën e njohjes dhe rëndësinë e njohjes së vetes, pastaj përmend edhe metoda qysh njëri ka mundësi me e njoft tmetet e tina, e pastaj flet qysh ka mundësi këto tmeta me i përmirësu dhe me i largu nga nefsi i tij. Thot, dije se kur Allahu ja dën robit një të mirë, ja mundson me i pa tmetet e tij. Kjo rregull. Një si matëse, kur e dënë Allah një rab, ja hapë syt ka vetvetja. Kur Allah nuk ja dënë mirë në robi, ja hapë syt ka tjertë. I njetë metet e njerëzve, të të vete, po i harën të vete. Kjo nuk është shaj e mirë kjo. Nuk është shaj e mirë.
Sheh e mirë është kur Allah ja kthen një robët syt e zemrës ka vetja e tij apo. Andaj thot faman kanat lahu basira. Ai që ka besire, besira është pamja e zemrës. Kur Allah ja qet njëri syt e zemrës dhe domethënë nuk i fshihen tmetat. Në sa më tepër i hapën syt e zemrës, nuk ka mundësi mi umshef tmetat, nga që ishe me zemër tmetat. Këtë ka përmen besirën, e besira është domethënë një prej pozicioneve vendimtare të rrugtimit të robët e Allahu xhallahu ala. Nëse Ibn Qayyim të dinë në librin Medarij as-Salikin ka përmen pozicionet, gradet, shkallët që ngjitet robi ato. Pesë janë bazë. Ato tjera pastaj ndërtojnë mbi këtë bazë. Nëse kjo bazë nuk është, nuk funksionon tjera ato. Funksionojnë. Dhe baza e parë është elia qadha. Mos zgjuh njëri. Qysh zgjuhet njëri nga gjumi i gafletit? Gafletit në raport me vetën, don tema e zgjimit është temë tjetër, nuk është tema jonë, po veç për me trajtu besirën pak ma qartë, do njëri zgjohet të ndërlozë kur fillon me vret begatit. Edhe fillon me vret, do me thonë mungesën e korreksisë në për në begatit që Allah ka hap. Unë qërë Allah që am ka hap, e unë që po bëj. E unë ka po vazhdej. Që këtë dialog i brendshëm është shkëndia e parë e rrugtimit të dur ka Allah të bartarë. Edhe njëri kur e sheh që ka Allah po jep, do më zëshmërisht, kur këtë ka vedrejtja ka me pas a i s'po jep, e i shet metet. Në sa ma shumë e sheh Allahun të përkryer, absolut, me emnat bukur, me cilësi të përkryera, e sheh veten të mangët në këtë aspekt. Që kjo zgjimje. Pastaj vije, menzet përmen fikra, fillon që tash mendimi i tij dhe brendshmja e tij me u mobilizu dhe me u fokusu drejt qëllimit caktuar. Ka qenë i shpatulluar në jetë, ka pas qëllime ndryshme, kryesisht dunjas, i shpatulluar në loginat e materializmit, tash e ka përmbledh vetveten. E ka përmbledh mendimin, e ka përmbledh shikimin, e ka përmbledh komplet qenë e tij drejt një qëllimi të caktuar. E tash për më udhëtuj duhet dritë. Sa qëllimin për din, pozicionin e tij ku është për din, po për me lëvizje duhet drita, që kjo është besira. Kur mes teje dhe mes qëllimit, domon është dukshmëri e qartë. A keni pa për shembull të ndërozë kur ka mjegull, qysh e matin densinë e mjegullës, njësia matës është dukshmëria. Dukshmëria është pra 100 metra, 20 metra, shumë mjegull e madhe. Dukshmëria pra të shkan, e kë s'ka mjegulla, ose i ka larga. Besirja është aftësia që nga pozicioni ku je, pa mjegulla me pa qëllimin ku je nisë. E qka e mjegullën këtë pamje? Qka e mjegullën? Mangësit e vetëvetës. Pa dhe njëri i cili nuk ishe mangësit si probleme, apo? Nuk ishe mangësit si probleme, a i nuk ka mundësi me kuptu se kjo është mjegull që përja pa mundësi me pa qëllimin. Kështë njerëzit e dinë së është problem, po e normalizan, bashkjetan, ose për shambull edhe përdur standardet tjera për me e gjyku a është e met apo nuk është e met. Për shambull të ndërvëzën. Nëse 3 njerëz jo nisë në qëllime ndryshme. Një njëri është nisë për shambull mund gjitë majve të malit caktum. Apo? Një njëri është nisë në piknik. Edhe njëri është nisë për shambull me e kry një obligim të caktum që e kapën. Apo? Këta njerëz për shambull, për me arrit qëllime të caktume, pengesat edhe ndihmesat e i kanë njëta, si kanë njëta. Si kanë njëta. Për shembull, ajo që është pengesë për ato që janë piknik, mund me kon ndihmesë për ato që është mund gjitë maja atë. Mund e kon të kundra. Kush e përcakton dhe e bën dallim mes pengesës dhe ndihmesës, kush? Qëllimi ku nis apo. Me ka mundësi për shembull që është nis, por qëllimi të caktuar dunjas,
me konë një çështje e caktuar që ajo ka ndihmes, po që e njëjta është pengesë në raport me ahiretin, apo. Për shembull konkret, për shembull të vëllezër. Aftësia e mashtrimit edhe hileve, edhe dyftërsia, në raport me aspektin material, ndihmes apo pengesë? Ndihmes. Por në raport me ahiretin është pengesë, apo. Pra njëri se nuk ka të qartë qëllimin, nuk ka mësi me bëu dallim mes asaj që është pengesë e që është ndihmes. E vëllani, kjo është shumë rëndësishme kuptu. Qëse ka për shembull disa çështje njerëz i kthejnë nga pengesa në aftësi. Kjo është aftësi, kjo unë po di më një. Jo, që kjo, sa i, nëse e nisë që to është aftësi, nëse e nisë që është dëpsi, nëse e nisë që është mungesë, është pengesë, nëse e nisë që është ndihmes, ku je nisë japëtën? Nisja jote, qëllimi ku do me shku me mri, tregon se tani qysh i gjykan gjërat apo. Aftësia me i dallu që to, kur o pengesë, kur o ndihmes, kur o dopsi, kur o përparsi, kur o aftësi. Aftësia e qësaj quhet besira. Ç'ka besira? Besira është aftësia e zemrës me i pa pengesat pengesë dhe ndihmesat ndihmes. Ndërsa mungesa e kësaj aftësie, kur zemra s'ka aftësi, tash kush ja jep në zemrës lajmin se kena me pengesë apo me ndihmes, kush jep? Nefsi. E nefsi nuk pranon që ka mangësi apo. Nuk pranon. Se nefsi është i natyrë, apo? Pra njëri që s'ka frikë Allahun azza wa jall, për shembull, s'e ka qëllim për mirësimin, po më thon ti Allah ki këtë thot, kush e ka? Nuk e kam. Kjo është apo një çata Allah xhallahu thot, "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Njeriu ka prirë për shumë sene me polemizu. Për çka polemizu? S'jam unë kështu. Unë nuk e bëj këtë, nuk jam. Apo aftësia e tij për polemizim tregon dominimin e nefsit mbi zemrën apo. Pa Allah këtu ka përmend insani, s'ka thonë besimtari. Po s'ka thonë pra shumica e besimtarë ka prirë për polemizim, jo besimtarët. Insani, i cili nuk domon e ka aftësinë e dallimit me asaj që është pengesë, asaj që është ndihmesa. Edhe tani nuk e din cili është vllau i tij, shoku i tij që po i ndihmon e kush po i pengon apo. Gjeni për shkak fatkeqësisht ka njerëz që një musliman, një muslimane që ka mundësi me ndihmu për tek Allahu te bardha konzon pengesë me këto tema gjithmonë, me këto sene po më pengon më zhvillu, po më pengon më me arrit, po më pengon më avancu, ka mundësi. Ka mundësi një ignorant që për shembull nuk e nxit për punë mira, nuk e stimulon për punë dobishme, me konzultu si ndihmes nga se po i përshtatet. Në çka po i përshtatet? Po i ndihmon në qetësinë që ai do me pas apo. Nëse ti i zhurmshme që po më shqetëson me këto tema apo. E kush ai që e ka bu kët pozicionim? Nefsi. Dhe kur nuk pranon se ka të meta, nuk do më marrë me këtë meta, nuk është në gjendje me u ballavaçu me pagu çmimin e kësaj, tani kthehet edhe i mbron. Bëhet avokat i të metave ti, bëhet avokat zemra, fatkeqësisht nga gjyqtari që ai ndon senet, bëhet tash avokat i nefsit. Nëse ai që qykon është nefsi i tij. Çështu funksionon po. Mandaj nga begatia e madhe e Allahut ndaj robët është që Allahu azza wa jall mos më lejo që me u degradu nefs, zemra, në këtë nivel që të bëhet avokat i nefsit. Nëse nefsi gjykon pastaj kush është miku e kush është armiku, ku ndihmesa, ku është pengesa e kështu me radhë. Se kjo është pastaj kaos total që njeriu është në verbni totale, në mjegullnaj. Dhe nuk e sheh realitetin, për eso nuk bie në varr. Sa më herë largojmë mjegullimin, mirë me veten tonë, me të metat tona, i aftësojmë kapacitetet e zemrës për të shikuar dhe për të parë realitetin që duhet, na jena në begati. Që ta autori thot, kush e ka këtë aftësi, kush e ka këtë dukshmëri larg, thot ky ka mundësi amkanahu al-ilaj. Ky ka mundësi me u marr me trajtim me shërimin. Ky ka mundësi. Tjetri nuk e ka këtë mundësi atë. Thot walakin akthara an-nasi jahilun bi'uyubihim. Po fatkeqësisht në atë vakt, shumica njerëz janë ignorant në raport me të metat e tyre. Smirën me këtë punë fora, as se intereson me absolutisht. Pra të ndërvozë, cili njëri për shembull, përqindja totale e njerëzve në vendin tonë. Sa që interesohen me shkutën e hoxha dhe me thonë për shembull, unë çështu të bëj, ai munafik apo. Zën kur kush Allah.
Janë kërkosh. Kjo derë rrallë tërkit të tapë. E zakonisht tërkit e derë e gjykimi tjere. Që e musliman, që është të i besojnë musliman, që të më abone, apo, që të më abone, do në tjertë me gjykuar. Thot, edhe ka përmanë hadithin e pejgamberit sam, do në që të përmanë Ibn Hibani, hadithir sahih, ka thonë pejgamberit sam, yubsiru ahadukumul qadhate fi ajni akhihi, o jensel gjitha fi ajni, do njeri e shë një thërmi në sytë latë vetë, që një thërmi e kishi. Ndërsa gjitha trungun e palmës që i ka hinë sy nuk e shë vetë. Në vetë, ja ka nëzonë palmën trungu i palmës së shë. Nërsa e shë të vëllë vetë një thërmi që dhëtë heqe se si të palmirat. Në standardet e dyfishta në raport me gjykimet. Femen erade l'ukufa ala ajbi nefsihi, e kush dënë, sinqerisht, me i njoft të metet e vetës e ti, edhe me i pa qysh duhet, atëre i ka 4 rrugë. Këto 4 rrugë të vëzër, zëmën që veç 4, mundë me konë 7, këto është e qëtihada, mirë po, këto e në 4 përmdeset e 4 rrugëve tjera, janë përmdeset e 4 rrugëve tjera, qysh njeri ka mundësi, me cilat porta njeri, duhet me i kalu për me e njërët vetë. E pastaj këto porta i kanë pas edhe shtigjit e veta, që është ndahën e është tem kogja e zgjerume dhe e detajzume. Mënyra e parë është, si pas autorit që e përmen, dhe këtë e kanë përmen shumë djetarë pas autorit, e parë është që me ullë para një shekhu, shekhu, hoxhe, djetari, po kush o kjo përën? Thot, besirin bi ojubin nëfs, aj që i funksionan pamja me pat metët apëtën, i njetë metët. Që ka mundë që njëri ka një huri për shamu për qështë të caktura fetare, por s'ka një huri për të metët e nefës apëtën. Nëse kjo është tem tjetër. Edhe nga kjo që përmenë autorit dhe ta shumica ulema pas ti e kanë përdorur këtë ndarje kështu, jep me kuptu se njohja e mangësive të nefsit, problemeve të nefsit, të thimet të nefsit është ilm veti, është ilm veti. Ka më të njëri për shembull ka njëri për fekun, po s'ka njëri për të punë. I njën për gjithë shumë, po jo në detaj. Kjo është ilm. E përse fatkeqësisht këtë pjesë ka shumë njerëz që e trajtojnë si lloj, për shembull vajzi, rekaik. Kjo është me zbut zemra të. Nuk ka kështu, kjo është ilm, si fiku, kjo fik. Fiku nefs. Fiku me njoft nefsën. Kjo fik është atë. Është aftësi që e fiton njëri në bazë të dijes fillimisht, pastaj përvojës i din me atë. E din që kjo kur bën çështën do. E thot me gjetë një till i cili din me të nefsit, edhe ka, domethënë, përvojë për sekretet e dobësive. I din, nuk ka letë me zbulu, po mas saj kodre, është sifatësia. A i nuk shfaqet mire. Dhe ka mundësi ka njerë të nërëzën njëri ju, nga tendenca e madhe me e rujt vetën e ti, nga aftësia e fuqishme polemizuse, apo një të metë me e shpërfaqësi virtut edhe vlerë. Andaj, aftësia e këti hoqë është me po përtej pretendimit, përtej deklarimit, përtej veprimit formal, përtej asaj me po, ati më që të është probleme, se nëse, që shto po me manifestohet, që shto po vot, ja me këtu se është, kjo të pësi këta. Këto s'ka mundësi me vëgjit kërshapë. Nuk ka mundësi me vëgjit kërshapë. Përndaj, edhe thët, o jetë tebi o isharati fi mujahed e tjepën. Edhe kur fillon kjo përpjekën, kjo përcjell simptome që po i shfaqë. Ti kur përpjekesh për shembull bën përpjekje me luftu sifatësinë, ka më shfaq simptoma. Që simptoma ka më tregu sa thot ka të bëtu sifatësia, a është përzime vetë pëlqim, a ka kibër, apo ndaj këtu të fillojmë të përfaq smundjet e tjera. Kur fillon veprimin, kur mbetesh i mbyllur edhe, domthon i hermetikisht, i mbyllur kashi dikujt, është probleme të përdu dikun. I din disa po, jo krejt. Kur fillon me trajtu, për shembull, sifatësinë,
E në që subhanallah, pas ka vetë pëlqim, pas ka një fak, bo kja del ka shirk, që një nuk i din këtë sajna, dhe pejgamberi pse ka kërku mbrojtje nga shirku që e din dhe nga shirku që nuk e din, ama ku e din ti këtë punë, ku është fillim trajtime, fillon kjo, me kuptime, me ligjërata, me trajtime, qështu e një vetë e ti njëre. Edhe e normal, ajo këtë dorëzim, nënkupton të ndërru vëzër, mas pari, pranimin e tmetave, nevoje së madhe për me i trajtu, mirëbesimin kërshia ti që po trajton, jo rezistencën, jo polemikën, nëse ke besu, si të mjeko, pra njerëz e ke po, i dorëzohen mjekut komplet. Duhet me hap zamrën, zgat operacioni dhëtur, hape, po zamra aty një milimetr, shumë me prek des, që me po, ku me shku? I dorëzohet mjekut, edhe pagun për këtë, e pret në ranë, e lut, e falëndëran, për me e largu një problem, dhe një anomali caktuar, për shumë kardiologjike, ose merja të gjymtyre tjetër. Me të largu dikush, me një ndërhyje kirurgjike, për shumë një fakun për i zamrës, edhe dham, do të kosto, pse reagon me njerë, pse me njerë tërbohëm, pse me njerë, ka dalë, e kjo nuk duhet me ndërhyje këto. A ndër mirëbesimi edhe gatishmëria me pagu koston një kusht për më vazhdu tutje trajtimi. I njohjes së vetvetes edhe i trajtimit të problemet vetvetes. Po nëse për shembull nuk ka gatishmëri për me i njeh udhëzimet, nuk ka gatishmëri për me u dorëzu, edhe nëse qelet zemra, edhe nëse ka kosto, s'ka gatishmëri, por gatishmëria është në përgdhelje maksimumi, ose nëse s'ka përgdhelje, çka ka? Çka ka mas përgdhelje, nëse s'ka përgdhelje, çka ka? Ka ndryshim të autoriteteve. Ja, mas përdin kjo. A i hoqët të të shaj ma shalë shumë. Në shkujmë të tjetëri, se kena zgjidhja. Kena zgjidhja. E kapi ka unë, s'kam tjetër pozitiv. S'kam tjetër në. Nëse dalë për që ti, s'ka bëja. Është largasoj me krasu dikon me pejgamberin, po dua të them që adresa që ke përzgjedh për trajtim do të më kon e menduar mirë. Momenti kur dorëzohesh, nuk reziston edhe nuk diskuton apo. Për shkak se ti ato derset, po Kurani Sunetin ato i ke marrë përpara ato. Nëse ke verifikuar, tash veç dorëzohu. S'po flasun në më dorëzu në kuptimin e deformimeve që janë shkaktu të fraksionet e caktuara, që çka do që të bëna ja, të shli me bo shirke, me bo në shtrim të pakurzume, jo, s'po flasëm kështu, këto janë të kryme në faza të fillestare të përcaktimit të adresës. Po kur e ke verifiku, e ke njoft, e ke dit, atëre, s'ka mu aty tash diskutime, nuk ka mu. Nga se diskutimi realisht është rezistenca për mos trajtim. Për shkak se të ndërvëzër, nëse na për shembull dojna me marr Ibn Gjauzin, Ibn Kaimin, këta për shembull ata që i qesëm. E them ja, e ka tepruar. Që sot e shtire kjo, rana kjo, nuk ka kjo për njerin kështu. Kushtimisht. Unë po i rezistoj, domthon, po i rezistoj terapisë së dietarëve. Mirë. Rezistenca jam ku bëran? Terapia ti ku bëran? Të fjallë të Allah, të fjallë të pejgamberit, përvojët, kanë trajtu njerës. Apo? Se ne kena besu që këtë djetarë që të fletat. Për shembull, na qëtë liber, kur njëtë se kena po, hajtë qyrëm që ka, tani, ja, ka dalë se kena gabu. Në gjysë liber kena gabu. Apo? Jo, këtë liber e kanë trajtu djetarë, e kanë livdu, e kanë bo, të kanë përpunu, e kanë bo, tani ne kanë marrë të gaqëm të shpëlezojmë, apo? Nuk ka dikur që e ka vlerësu këtë liber, ato. A që shtut? E të na jena dërzu se terapia që këta po e përmenin, e blektujen 3 dur, djetarësh që ka kanë për të, se s'lej ma i masë tjetëri,
E tash do me realizu kësaj terapie, me çka? Me naps. Këtu tash opton, është që e pjesa ndarësa. Se tendenca për rezistencë gjithë shfaqet. Mirë po reagimi ka shi rezistencë të nëvëzër është përcaktues i vazhdimësisë apo i deformimit. E kuptot? Natyrshëm njëri reziston. Natyrshëm. Shumë normal ti me bo për ramët, me ta prek, mjeku, është natyrshme me kap dorën. Ose dhomë me ta ngucë, për ramët. Pa anestezian. Është natyrshme me që dorën të me kap dorën. Se ki qëllim me sulmu, po natyrshëm është, kjo reagimi natyrshëm është. Po që kjo reagim që ti e bën me dorën që e kap, a është reagimi natyrshëm edhe ktheshu në falë se nuk ke për me të nalë, garanton vazhdimësi, apo thot ballë mëse u qova. Që kjo reagim, qëfar rezultati jep, fatkeqësisht tek shumë njerëz si të preshkudhem, unë eca. Ja, këtu që është jetrona për mua. Ka së të që kjo është, që kjo është mimi, andaj, thotë, o hada kad azze fi hada zeman. Thotë, njerëz të tillë në kohën e neve janë shumë të rrallë, jo në kohën tonë, në shumë të rrallë. Ky po thotë në shekullin e 5 të Hijria, thotë shumë të rrallë këta njerëz që i din këto të metat nefsit, edhe janë ngacëm u marr me ty. Këta janë rrallë këta njerëz. Që këto tema i trajtojnë. Tash, unë e pranoj nga i shekull dhe i shekullin tonë, kjo konstatimi i këtij janë pak, a ka ndryshu në favor të shtimit apo në të paksimit apo? Në favor të paksimit apo fatkeqësisht apo? Prandaj thotë apton femen waqa bihi, atë kush e gjon, atë ka gjetë një mjek të rëndësishëm, mos gabon me lëshuar. Nëse ke gjetë rrugë mësime që ndihmoj me një vetveten, me përmirësu vetveten, është begati e madhe Allahut mënduar. Kjo është një metodë më zot. Kjo është një portë. Isla pastaj i ka edhe mjet të veta të përfitimit. Shikoj, kjo është portë e madhe. Nuk është mjet. Jo, dietari nuk ka mjet. Jo, kjo në raport me përmirësim është qëllim. Në qëllimi jam në përmirësim të nefsit është me gjetë dikën, që pastaj me të vazhdoj drejt qëllimeve tjera apo. Se ka dikush edhe e gjon, ose për shembull ja mundson Allahu azza xal me ron dur të sigurta. Mirë po pastaj a përdor metoda të dura të përfitimit apo jo, kjo punë tjetër pastaj. Apo për shembull të ndërrozë sa të metodat efikase për të përfituar nga një autoritet i tillë. Ka përmend dietar metoda ndryshme, unë po për shembull që një pyetje ose dy. Një metodë është të ndërrozë marrja seriozisht edhe trajtimi si projekt prioritar në jetën time që ato mësime që vinë nga autoritet. Për shembull, çuçi kom përmend, redagjimi, shkrimi anash, ballafaqimi, nxjerrja e problemeve që dalin nga trajtimi, trajtimi probleme apo do më marr me këtë punë ato. Ç'kjo është ajo që e mundson përfitimin ato. Por takimet në ka bo bakia më takoj me dietar të maj, që në është dikush ka pas ondër me takuar. Ama që abone animi Shekh Allah i rujt, ose në pyte që ke mujt me pyt, apëton këtë kohë tjetër e kështë më radhë, s'ki përfitu pitina. Në Allah ta ka qu, mundësia ka qenë, për mjetë e përfitimit si ke pas aktive, apëton, si ke pas funksionare, edhe ka shkuar. Për shembull, thash, këtë mësime, ose që do koftë, që ti beson, se qitojnë të duhurat për ty, me të përmisu në raport me Allahun xhallahu ala dhe me largu pengesat, edhe ajo dukshmëria më uzgjat deri tek qëllimi që përmend ato mos harroni fillimin. Me taku Allahu me autoritet duhur, me burim duhur të kësaj njohje, është nimet i madh. Mirë po, ky nimet kërkon që me i përdor mjetet e duhura për përfitim. Për përfitim. Për shembull të ndërrozë. Nëse njeri në shketin, është i etur për vdekja,
i etur për vdekje, edhe në kërkim të ujit, në vapë madhe, ndoshta thot, kjo është hapi i fundit, s'muj më. Fryma e fundit, po çështu të shtyn, e fundit, apo edhe kur mendon se një më e fundit e gjen një bunar me ujë. Bunar me ujë të freskët. Domthon, çështja e madhe u zgjidh. Mirë po, s'ka kofe me e madhe. S'ka kofe me nxirr. Apo s'u zbrat në pusë, se po them shumë fellë është, hajde të them diçka. Çka i kryen punë gjetja pusit kurse ka kofën apo? Korgjë. Do që ashton më shumë mërzin do mos e kisha pa bërë ujin hiç. Andaj shpesh në atë ndozë, mund me kon para burimeve të ujit freskët, po se kena vetë kofën me nxirr apo. Andaj dietarët kanë thonë se një prej kofeve të nxirjes së ujit është edhe pyetje e dur, edhe muraxha, mudhakara, me pas, domthon, ritrajtim të temës disa herë, ripërsëritje të temës disa herë. Kjo kofe, edhe kjo kofe. Dituria është burim i ujit, ndërsa përsëritja është kofja që mëse me nxirr tamam ujin e duhur. Ai ka metoda që duhet një përdemjet, apo domthonjë që duhet një përdor për me nxirr ujin e duhur. Çështja ose metoda e dytë thot me gjet një shok të sinqert i cili nuk i bën lajka. Po i sinqert i cili domthon e shikon vllaun e tij me sy të përmirësimit. Edhe është i besueshëm, edhe i sinqert. I cili kur të këshillon, e din se nuk e ka me të nënçmu, se ka me të shantazhu, se ka dëmo me të regu e përsi, po e ka nga dashnia dhe dhëmshëria për me të përmirësu. Nëse që ky gjindet, duhet shumë e rruta. Edhe sërë të të ki bo keq, nuk kanë regull, asë ndaj ti zban me pas rezistencë. Madje në qofse, a i fletë për diçka që nuk i bashkë që ashtu, po ju ka duk për me erujt kontinuitetin e procesit të përmirësimit nuk bëmë rezistove. Se po rezistove, ja dopson motivin me tonë herën e dytë. E kupton? Andaj për me erujt motivin që ashtu veç vazhda, ma mirë me pranun një gabim që se ki, për me mujtë me di tira që i ki, se me rezistu në fillim për gabimet që si ki, me thonë se kam këta, dhe pastaj rezistenca me e dekoraju mikun për me tonë atër edhe kore ki jepëtën. Andaj, ti kim pagu dy kosta. Kosta e parë kërë me pranun një gabim që e ki, për me fitu ato që se ki pastaj. Do me pranun një gabim që se ki, po e pranon, kosta e kësaj është me pranun një gabim që se ki, për balë qkafit, me fitu dhe tira që i ki të njësë. Ose me rezistu në fillim, se paguj këtë qmim, se kam këtë të metë, po kosta e kësaj qka është, të fiton këtë pjesë, po se kam, ke gabu, së më ke vlesu mirë, po kosta e kësaj qka është, e ke mbyllë dirën pas taj që ai njësër me të kaldu prapë, se din që kime rezistu prapë. E kjo gabim është, kjo është gabim. Shka të në ka arë se manë në farisiu të Omeri, radiallahu ta'ala, dim kush Omeri. Omeri kur interesant të në se me gjithë ato me dhe një shfrikonë, ka pas hejbe, ka qenë shumë karizmatik, autoritativ, nuk u konë letë me folë me Omeri në zënjevën, se konë letë me folë me ta. Mirë po, derën e këshilimit, e ka hapë fort. O që njerës të në kanë fillu edhe mi thonë, veç ka të zëmi që ka ma, në këtë pjesë, kur si ka penalizu që mi i tutë, i ka friksu njerëzit ku, i ka friksu njerëzit, kur i ka thonë pejgamberi, a ka thonë, moj mirë. Jo të mirë, për metet e mija falë qatë dusha. E ka asë më në farisiu, rahimullah, radiallahu ta'ala në. E i ka thonë Omeri, radiallahu në, Salman në farisiut, a ke po në i të metë të une, që tu do dhe qineti me mua, a ke po në i lëshim dhe qka të une. I ka thonë, Salman në farisiut, i kom po 2 sana. Shka i të nëzë, kur të lezën këtë punë thërë, pa kjas, ndëmon, për me nuk është e mitë.
Asfëtarisht nuk është e meta, po Selmani ka pa te Omeri e meta, për ty unë e mënej që zban me konë. Për e ju, miku i mirë, po besoj që e kuptuna dhe të. Miku që do të mirë, nuk të shkëllon gjithmonë me nivelin e argumentit juridik. Apo, me haram, me halal, apo. Që ti tani më thonë që, po ka argument që i bën, jo, apo kështu. Miku i mirë të këshillon në bazë të autoritetit që shpeson ti me pas të njerëz, apo. E këtu ka të nivel të tani të veprimit, apo, nuk ka gjithçka. Për shembull, në bën një veprim dikush thotë, a ka argument që s'bën, apo. Që shtu flasin njerëz të rëndom, zakonshëm apo. Po dikush do me të po ndryshe, apo, thot, për ty ka argument që s'bën. E ka dallime? E ka në ku është problemi? Ka thonë, po e shoh që ke nis, do me thonë, me i shtu llojet e ushqimeve në sofër. Një farë ka një ëngshëm. Apo, që i bjen kjo? Unë tash pan edhe supë, edhe mish, edhe rrezë, edhe salat. Sa është kjo zakoni jonë, thënë. Piperzin ushqimit, apo. Ka unë tjetëra që ka unë edhe i kështu tesha të përnë. Apo, do në ke pas tesha për ditën e për natën tash, i ki pijamët me flajt, e për ki, unë për flesë në gjuhën tonë, zë i ka përnë, i ki do tesha për këtë. A keq, jo mire me pas, du të me pas. Po përmon që, Selman që i ka përnë, a ka mujtë Othman Omeri mi thonë që, radiallahu në pëtën, Allah, pësa pejgamberi që ka hongër, për pejgamberi ka përzia, se ka veç një ushqim, a ka mujtë mi thonë. Do në këtë rast, Selmani, radiallahu ta'ala anhu, nuk ka qenë, me thonë, nështë me drejt komplet që ka thonë Omerit. Është të vërtet, nuk ka qenë me drejt. Se ti këtë që fletë, është kur këtë musliman të janë që shtut, ta konë ty si alivit e ati me konë që shtut. Nëse këtë musliman hajnë veç sup, ti s'ban me pasë salat. Mësë musliman të ka njësë për para, edhe hajnë shumë mikse që po hanë ti që i përzin s'ka gale, a që shtut të sensa. Kur muslimanët e ka veç ka i tesh, ti s'bën 2000 pas. Po kur muslimanët shumicë e ka bo ka 25 tesha, ti pse ki 10 pas bot nomi, se është ecje bashkë me tjertë. Apo kuptani? Nuk kur për shembull gjendja muslimane ekonomikisht përmirësohet në një vend. Bashkë me ta përmirësohet gjendja e thirrësit e hoxhës, kjo është përmirësim normal. Po kur ata këtë kanë met mrapa, kanë fakër, kanë probleme, kanë sprova, e veç ky ka ec, e këtu ta shpjegoj, pse vetë ecë vëllai. E këtu s'ban, edhe në be halal me pas, do të me sopu pak që me kon barabart me një dunja që mos me ndiku distanca në pranimin e fjalës apo. Po kur këtë kanë ec, këtë i kanë bë më mirë, s'prish puna apo. Selmani kur i ka Omerit? Kur është lëru Iraku e Persia, kur kanë ardhur do pasojtë e luftës, kanë ardhur me bollëk, është mush. Arka e shtetit të. Çka e ka Omeri apo? Kon për çdo dio kur i puna, tetra kia. Kon jo skam, Allah të rujtë. Çka ka? Ka dhënë me rujt Selmanin, ka se Selmani ku i mëçëm. Selmani çka ka më të budhërën apo? Sari ka fol Selmani fasi e budhër mirë ka pasur. Apo kuptoni? Prandaj Selmani ku i mëçëm. Edhe me hub Selmani napton, po një supë për një sallat, s'ia vlen valla. Mirë e ki, se hamo. Ma mirë e rruj Selmani që kur të më thot diçka tjetër, ai mirë ka me pas apo. Ai huqja e tij në një situatë, dy situata që tek e fundit është çështë dunjaje, është për mua më lehtë me e pranu, po me rruj Selmanin si burim të këshillimit se është i mëçëm me jashoharin, është më dobishëm për mua se sa me e diskutu e me e polemizu me Selmanin të supa të sallata, më falni që pak pa banalizoj, e tani më hub Selmanin punë të mëdha që nesër vjen si edhe sa lufta. Selmani ka dhënë vendimin e madh dini për luftën e Hendekut. Prandaj është një strategu kon. Edhe kur ka këshillu Abu Dharrin, Abu Dharri ka pa ditë tek pejgamberi. E çka ka pejgamberi? Abu Dharri ka mirë kapën, goja apo. Edhe Selmani Farisiu gjithë i kanë gati Abu Dharrit apo. Dhe gjithë ka pas mirë apo. Është njëri që ka po mënej kësi formime, kësi lartpamësia. Mund mja uqi këshillë caktuar, s'prish punë. Andaj për disë stane, mos e refuzon nga se e hup një mik të madh që me te mush me njoft mjetet e tu hapë. Gjithashtu të mund, e dini, kërkar të Hudhejfi radhiyallahu anhu e ka pyet, a janë për munafikata?
Dhe ndërvëllezër, brengja e Omerit më u pastru, ka te kalu edhe emrin e tij, edhe pozitën e tij, edhe afërsinë e pejgamberit, këtë ka te kalu. Pse? Po për shkakun të ndërvëllezër, Omeri radiallahu ta'ala anhu, s'po thëmë garon definitive se për këto se ka kërkosh, pas të ka Allah xhallahu. Por a ka pas mjaftueshëm arsye që bile hodheve që të piti mos më avafën? A ka pas arsye fetare? Po ka pas? Ka pas Allah. Se ka rënë me munafikat Medinë e ka ditë kush janë apo. Edhe e ka ditë gjithmonë që u kon kundër tyre apo. Kur me ta sukon. E para. E dyta, i ka thonë pejgamberi ma selekte fajjan illa wa seleke shejtanu fajjan akhar. Ti një udh, shejtani merr tjetër apo. Ma dhe ka unë, Omer fil gjenne. Ebu Bekër fil gjenne, Omer fil gjenne. E dytja. Pastaj të në vëzër, që ka thonë pejgamberi për ta? Kur ka qenë në Uhud, me Ebu Bekërin, Omerin dhe Uthmanin, është dridh dhe mënë, Uhud, ka thonë pejgamberi që të cohu se mi ty është nebi, siddiq o shahiden. Mi ty është një pejgamber, një siddiq Ebu Bekëri, e dy shahida. E ka di që ka më vramë Uthmani, edhe Omerin. Të kanë ditë. Me hadith. Edhe Hudhejven kër ka folë për fitnet, ka thonë, a ka mu thuj dhira, a ka mu qelë, ka mu thuj. E ka di që i vramë është Omeri. Pa ne përdumon që kejtu kur të qytë një për shumë spaku për një fakës vetë, Allah. E janë peqatirë munafikave, se pejgamberi se ka përra munafikat e veprave. Jo, Hudhejva si ka ditë emet e munafikave në vepër. Për shembull, kur fletë rranë, jo, këta si ka ditë, këta janë shumë, që të kush preket me ka i cilësit një fakut, me ka i dhe ta munafikat të maja ata qenë, e që të bële Omeris, po derte që Allahve që të pastarën, sigurën që asëtus jam, e paguj edhe me qimimin e afërtisë me pejgamberin edhe dhe mund të pozitës e këtë tjera. Pra e të ndërvëzër, se neve kanë pasja kush i ka këshilu, sinqeresht, edhe kanë marrë edhe shënime për këto sene, për me i të atu qërat seriosisht. Qështja, rruga e tretë, ndërvëzër që, dhe me thonë, ndihmon, e përsa dhe kjo e dyte i ka, dhe me thonë, mjetët e veta qysh, dhe me thonë, funksioner. Qështja e tretë është me përfitu në këtë aspekt, me njoft vetë vetën, me njoft mjetët edhe nga armiku i ti. Kësë armiqë të vëzër dijet, nga inati edhe nga zilia, edhe nga tendenca për me të rëzu, ata përmenë sinqert kur të libin të mjetët e tua. Ata mas por 12 godit me të mjetët e tua, se dinë që kjo është realiteti. E kur zgjenë, pasaj shpifin, edhe gënjenë. Ose ja bashkan gjetin, kur shu del balla ato që i ki, se së është mjaftush me gallu sa i ke që i, të shtujen dhe tjera. I po ata në esenë synojnë, besimtari shiko sa është në gjetin me pagu çmimin e përmirësimit dhe njëjës e vëdetës, ma dje dhe nga armiku me marë ato që ka dhëtë. Me marë. I ki qëtu, ju që të bënë. A prish pun me i marë që ato që ka thojnë për neve, edhe me këshyr sinqeresht, me vetë logaritje, me besire, me këshyr, a jena së janë ato. Që atë prish pun ka? Kërës prish pun ato? Mirë po, a i po më kalëzan. Ata e me kontë mjetës, këshim besu në zëtë që është duhet. Qa ko lidi kjo me që ka besu e Allah. Ajo është armik, është e vërtet, është kundërshtar jot. Mirë po, a i ka hulumtut me të ty, a i ka përcil nga largësia. A dhe nuk duhet keq ka thuët kundër teje si musliman, kundër muslimanve, nuk duhet keq ka thuët kundër me marë si të refuzume, zban. Shka këse, ka mundësi me kone vërtet, që ka hapësir për përmirësim edhe për ndryshim. Edhe e katërta, është, se këtu ketë kanë ta një spjegimet vetë detajzume, por në kuadrët asoj që e ka e pa autorin libën, nuk po duhet dhe shumë me zhvendos të një temë në largë pikeve të autorit, përveç me shtesat caktuar që sqarojnë temën ma shumë, metoda e katër ka thonë, me u përzi me njerëz. Me përzi me njerëz të ndërlodhë vëllezër i ka
dy kuptime. Po përzi me njerëz edhe me pa, të mirin, që po bësa për kjo, a më shë kështë shpejap, me po krasimet për vetë vetën, që me nëzit vetën për përmirësim. Po edhe me pa, sile të këshia, me pa, për shambull, sile jo të mira, jo me gjiku ata pse e bojnë, për me pa, për shesa keq, ku njëri për shambull po për tëtë. A për shesa keq, ku njëri për shambull si ashtë në dikujtur, a për shesa keq, do me mësim që a i mësme, ose dhe qështu kër e kam bojnë, a për shesa se kum pa di që qështu keq për do këtë. Kjo është një kuptim i përzirës. E një kuptim i përzirës është, në më përzirje të testimit të vetë vetës. Nga se një nga metodat e dura të njëjës e vetë është edhe vrejtimi, me përcjellë citatën. E kjo vrejtim të ndërvëzër mund t'i ketë dy forma. Vrejtim informus edhe vrejtim analizus. Do një vrejtim përcjellë citatën mu informu. Qa ka që s'ka një, me analizu vetë në tjeftë. Vrejtim që thellohet ma tepër në analizim të gjendjes e tjeftë. Ma dje dhe duke e stimulu gjendje caktume artificialisht, jo realisht. Për shembull, qysh artificialisht. Po që për shembull, njëri nuk ka punë me shku me një vend caktum. Realisht, s'ka punë. Por e stimulan një situatë, apo e simulan një situatë caktume, bon simulim, lloj aktrimi caktuar, po e stimulan situatën që me pa qysh për reagojen. Don për vetën e tij. Kjo, sikur se kemi përmend në raste të ndryshme, për shembull, ka pas piseleve që kanë marrë punëtor qëllimisht që s'është punëtor. Po atë ka pas për me testu sabrin e tij. E ka testu për shembull bujarinë, e ka testu këtë. Pra, filoni s'm ka bo mirë. Filoni për shembull s'm ka gjetë. Hajtash apo mojën me ja kthy. Apo mojën me shkuam. Këto janë situata ku njëri domon e krijon një situatë vetvetiu, jo me provoku dikën apo jo, veç me provu vetën e tij sa pe baja. Sa me bajta. Ke pas sigurisht të tjera sa në njerëz, për shembull, realisht nuk kanë çto val. Ai nuk dal val në det që ashtu, apo po simulon. Bojnë val të ujit artificial, me pa sa që e bark po i qëndron, po i stan goditje apo. Edhe ai simulon val caktuar, në ambient caktuar që apo qëndron që kur dal në det tamam atje, muna me rezistuar dhe me mbijetuar. Edhe kësi situata bën për me e njoftë vetë. Ama këto s'un bën vet, këto kanë nevojë me bashkëpunim. Ka raj që është pjesëmarrës në këtë, as vetë që ato bëhen. Ti e të e përdor për test, s'po të më nënçmu. Ai reagimin e tij e ka të vetën, çu reagon. Po tash mu vjen çaja për me kuptuar se sa ka gatishmëri me usill që është duhet ose me marrë përfaqësit të meta. Ase ka njerë të vëzër shumë vlera nuk kanë mundësi realisht më njoft a janë apo s'janë pa u fërku me njerës. Nuk mundë shumë. Ku e dini sabrën pa u përzi me njerës? Së mundë me ditë sabrën. E pa mundë shumë. Faljen, ose shumë tjera, nuk mundë me ditë nëse s'ka ballavaqim dhe fërkim. Dhe këtu e në metoda që i ka përmenë autori, edhe thot, nga besimtari merr mësimin, nga se e trajton si pasqyre, shkon pejgamberi son besimtari është pasqyre besimtarit, këqyresh në ta, edhe përmirësohesh e rregullohesh në bazë pasqyrës, po edhe tjerë ti ki, domthonë për ta pa se çysh duket për shembull një njeri në sjellje, jo në pamje larg asaj, po në sjellje, në fjalor çysh duket për shembull i shëmtuar ato. Edhe çata është çështu dukesh aty kur bën çështu njëjtë. Çështu dukesh kur bën njëjtë. Prandaj nuk do më pa veten çështë situata, nuk do më provë veten çështë shëmtimi edhe përmirësohet ato. Këto janë domthonë katër metoda ose katër shtigje kryesore që i kanë pastaj edhe ato vijat e veta të brendshme apo katër rrugë që i kanë shtigjet e veta të brendshme, që çdo qoftë që i martojmë së brendsi, që dietarët i kanë përmend se janë shumë praktike, janë shumë efikase për me njoft njëri vetën e tij.
po jo me njoft veç njohje, do me thonë, korreshtje, jo, po mi kuptu se smunjen serioze, nëse nuk i tretoj, nuk mira me to, do mund dhe zemra. Kur dhe zemra, tani poshtet në mërë nefsi, edhe nuk dhjetë e njeri ku përfundon Allah në rutëm. E këto çështje të rëndësishme janë serioze. Vallai këto që dietarët na i kanë thjeshtësuar, na i kanë shpjeguar, janë nimet i Allahut. Wallahi alhamdulillah që dietarët i kanë thirrur në këtë nivel, prandaj edhe njëri mas gjithë ti sqarimi, pas disaj përsheshje, kaq lehtë për me përpunu, domethënë në gojë edhe në lukth njëri për ushqim të shëndetshëm, mos më qeni i gatshëm. Domthonë me e trajtoj vetën është padyshim humbje e madhe, është huqje e madhe. Kështu këto tema që i përmendën vëllezër, edhe në përfundim nuk janë këto që mund të kuptohen, nuk janë ato që mund të funksionojnë veç me një dëgjim. E s'mund ato. Këto kërkojnë me shënu, me bo harta, me bo vija, ditë për ditë mu ballafaqu, me shënu. Këto për shembull filan ora e pata një reagim jo të mirë, student pse reagova apo? E shënon apo? Pa që si masa nuk mund shumë. Na gjatizi vrej me 10 të meta tona dhe i lojmë gjithashtu. E vrejnë që qëtu ke nguti, qëtu ke kibër, qëtu ka vetë pëlqim, qëtu ka inat, e vrejmë, edhe ka përcej me i njërim. E të normal që ato shkojnë duke trua dhe tani, po, ja, me pas, me shu që tonë qka qora, me filon në usila, do në zemër, po, usila për shambull, me medjemalsi. Se në nëqmohen që të basë, me se i ka tërgu se vetë, që të për shambull, pa të lakmi të prume, që të për shambull, ullëshova në këtë pjesë. Dëmohon, kur përjem që ato ta një shfilla analizat, edhe që ashtu njëri mirë me vetë në tjepën. Mirë, përzijet me njerëz, non-stop, është pjesë e njerëzve, ama mirë me vetë në tjepën. Që kjo është e kërku më përën? Se ka njerëz që s'përzijen me njerëz, po mirën me njerëz. Ka tila, do më thonë, a përzirë, s'përziresh. Me rëndësi është, me kanë mirë është, kush është targetu, qëllimet e tua, ku je nisë, edhe sa ka dukshmëri mes teje, ku je edhe ku do më nisë, apo sa ka mjegull që nuk pa e sheh ku je nisë, prandaj edhe shpesh e përplasemi gjatë rrugës, në vend që të ecim, na shpesh edhe ngjecim. Këto janë disa udhëzime praktike të vëllezër që na ndihmojnë me lenin Allahut me ecë përpara si duhet. Nësë Allahu xhallahu ala që Allahu që është el besir na furnizon zemrën me besire të duhur, me dukshmëri edhe qartësi në shikim, që të shohim të meta tona, të shohim qëllimin ku jemi nisë, të shohim xhenetin që duam të arrit. Edhe në bazë të asaj që e shohim çka po kërkojmë edhe nga çka po ikim, të kthehemi te vetja, të themi se pa u përmirësuar, me çdo të meta që të smush më shku. Me qëto që qëto kemi përfunduar. Apo e kjo tani të bëhet një lloj lëvizësi, një lloj motori që na shtyn drejt përmirësimit të vetvetes edhe trajtimit të tmetave seriozisht, dhe çdo lëvizje në dunjë të jetë në favor të avancimit edhe ngritjes e jo degradimit edhe shkuarjes mbrapa. Kjo është pjesa që dorta më tregu sonte, e pastaj autori vazhdon edhe me tema tjetër të kësaj natyre, lidhe me zemrën, nefsin, përmirësimin e vetvetes, që të ruhemi nga gjithë ato që rrezikojnë jetën tonë reale të shpirtit, të mendjes tonë dhe rrezikojnë shpëtimin ditën e gjykimit. Allah na përmirësoj zemrat, na ruaj nga shirri i nefsit, zoti shpërbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.